Ka një problem, Altin. Ne jemi antiracist, a kupton? Dëgjoj sekond, Altin. Se ne nuk jemi për urrëdjen për unë nuk e urrej një serb I thjesht, një të popullit serb. Kjo kam. Se ne mendojmë që domethënë luftrat drejtojnë nga tjetër kush, që popullit nuk kanë thjesht nga fakti që ne nuk I duam gjithë serb të vdekur, që jemi për paqe. Për jo urrëdje etnike, për këtë ne ata na thonë që jemi pro serb, tradhtare këtu ende. Unë jam antiraciste, edhe babi. Po në mënyrë të prerë. Nuk kam unë për superioritetin e racës. Superioriteti I racës është racizëm. Nuk ekziston. Raca, aparte ke raca njerëzore, nuk ekziston se raca është vetëm te kafshët. Nuk ekziston. Raca njerëzore është vetëm një, nuk ekziston racat e njerëzit. Raca e bardhë, raca e zezë, to janë gjëra jo shkencore. Racat vetëm qenë dhe mace ndanë me raca. Edhe ndaj që ne kemi këtë qendrim antiracist, egalitar për njerëzimin, se unë jam muslimane vetë, jam për... Dhe më kanë qëtë dhe radikale, dje nuk e dja ju dukem në radikale, nuk jam fare. Unë me ndë këshu, Altin, që kjo, që këta, është një proces evolutiv, Altin, kjo. Unë kur bëja videot për herë të parë dhe prekja këto tema, reakcioni parë I njerëzve është shumë negativ. Sepse, temën, unë jam përqendruar shumë, të dalën se po mundohem që të pyes, që të kuptoj pra që të dëgjoj atë temat që unë temat për shembull që ka që unë banalitetet dhe ofendimeve dhunës etj etj, gjithë ato. Temat që unë në videot e mia trajtojmë shumë për shembull janë temat e drejtësisë, që I kundërvijem në përgjithësi versionin zyrtar. Por jo reagimi I tyre vjen diçka sikur dikush të ka njohur pra për gjërat qëndrimet e tjera. Patjetër. Ata në momentin që dëgjojnë videot e mia janë të mbushur gjithkohë me urrëtie. Thjesht për fjalë që ti thua. Ose që I shkuptojnë. Për fjalë që thua. Vetëm ta shpjegoj. Pse janë të mbushur me urrëtie? Ata kanë krijuar një skem të tyre në kokë. Dhe këto njeriu I tillë, kur ka krijuar në momentin një skem. Është ushqyer me atë. Është ushqyer me atë. Dhe atë skem që e ka krijuar, propaganda në mënyrë të vazhdueshme, ai atë skem e bën të tillë. Dhe në momentin që ai bën të tillë, ai nuk e pranon që ajo skem është e injektuar nga të tjerët. Ai mendon që ajo është e tij origjinale. Jo, meqense jemi kështu se sot kam hedhur një video që ka lidhje me temën për atë që shpjegove pak më lart, për qendrimin mbi Amerikën që shpjeguat ju, kam bërë një intervistë tjetër sot që ka shprehur pak a shumë po të njëjtin mendim, siç e shprehet ju, dhe sapo ka ardhur një koment në një video, në këtë intervistë që thotë tash ti thotë do të heq subscribe-in sot. Pra nuk do të ndjek më. E kupton pra? Më vjen keq. Bravo. Pra që ka mbaj po të një qëndrim. Sepse I problemi Altin se ka lidhje me këtë çka po shpjegoje për ushqimin edhe unë në këto për të arritur disa qëndrime të mia, nuk I kam arritur prej ditë Altin. Është një proces I tërë prej vitesh. Që ka filluar po themi gati 20 vjet që unë filloj domethënë në kokën time. Natyrisht mbi materialet që kemi, mbi informacionin që kemi dhe fillon ndryshon qëndrimi jot në mënyrë graduale dhe në një moment je I kundërt I asaj që ke qenë 20 vjet përpara. Tani pse ndodh kjo? Nuk ndodh për shkak të defektit që unë nuk e shoh defektimin evolimin. Evolimi është I gjë natyrale për shkak se ti merr sa informacion që përpara nuk I kishe dhe për shkak të eksperiencës, një maturimi që një pjekje që ti e krijon gjatë jetës. Tani ajo që ku kam arritur unë që ja cëron më shumë njerëzit, unë kam arritur në atë konkluzionin për të kërkuar origjinën e kësaj të keqe që jetojmë sot ose këtyre problemeve që kemi sot. Sidomos e faktit që të vllavrasjeve. Dhe I kam ndërtuar, për të shpjeguar një farë mënyrë këtë, kam ndërtoj 3 lloj videosh. Trajtoj temat e drejtësisë, domethënë trajtoj se si zhvillohet drejtësia në Shqipëri, të proceseve të ndryshme gjyqësore etj. Dhe se si mendojnë njerëzit, si mendon masa e njerëzve. Dhe natyrisht tema historike kulturore. Tema historike kulturore. Pra, për të kuptuar nga është origjina e këtyre problemeve dhe që të shkojmë të origjina për të zgjidhur problemet aktuale. Dhe konkluzionet e mia kush janë? Që të shkojmë të origjinat e largë dhe pellas dhe e lirë, është shumë largë. S'postojmë mbrapa në kohë. Mbrapa në kohë, ne, raporti jonë sot është me njëri tjetrin, ku
ai që bën ta shoqëruar rregullatore është shteti shqiptar. Atë shkojmë te origjina e shtetit shqiptar. Origjina e shtetit shqiptar nuk është shumë e largët, është e hershme, që nuk është një kthim kështë di mbrapa. Pra të mos shkosh tek 90 e Enver Hoxhës, po shkojmë çik më tutje. Te Abet Zogu, shkojmë akoma në krijimin e shtetit shqiptar. Dhe unë aty e shoh problemin kryesor, Arlin. Pse? Rënia e Perandorës Otomane ka qenë një traumë vërtet, jo vetëm për shqiptarët, por për gjithë njerëzit që jetonin brenda Perandorisë. Kam pësur një traumë dhe imagjino tani popull të tërë që ishin brenda Perandorisë, të cilëve panë që ra ajo mbrojtje e tyre apo garancie e tyre, se në çfarë kushtesh të vështira u gjetën. Sepse hyn forca të reja më mbrapa, do hyri nacionalizmi. Dhe futja e nacionalizmit në vitet e fundit e vitet 1800-1900 në Shqipëri, domethënë nuk është sqaruar asnjëherë kjo gjë, dhe këtu është problemi kryesor. Sepse nuk mundet tek ne është i theksuar kjo intelektualizmi, Altin, që ta marrin dorë intelektualët, intelektuali me shkollë, ky ka bërë kaq master, ky ka bërë që unë jam njeri që i kam gjitha këto, e kupton? Dhe jam kundër se sepse çdo njeri është individ, jeton në këtë tokë, ka të drejtën e tij, krijon një ekuilibër me njerëzit, me natyrën. Gjithë njerëzit me fjalë në një farë mënyrë duhet të jenë të barabartë, në një farë mënyrë. Jo t'i japim gjithë fuqi, ti mitizojmë intelektualët. Intelektuali duhet të punojë, të luftojë, etj, të shërbejë kësaj. Po jo pa mohuar realitetin që ekziston. Domethënë ti nuk mundet tani intelektual dhe bën fushat elektorale të gjithë populli s'di asgjë, dhe janë një 5 intelektual që gjëja kanë bërë shkolla, dhe ti dëgjosh ti për këtë votojmë PS për këta s'do të mendojnë fare. Ose këto 140 intelektuale që kemi në parlament ne që po shesin Shqipërinë, po shkruajnë shqiptarët në Shqipëri. Bravo. Dhe je këta aty dhe këta tani pa tu dhe. Jo, domethënë këtu duhet është një popull i tërë, i cili ka marrëdhënie të përditshme. Ka marrëdhënie të përditshme, të prekshme. Po themi nga pikpamja fetare me krijuesin, marrëdhënie të përditshme me njëri tjetrin, duke arsyetuar, duke gjykuar të një niveli filozofik, po themi, dhe marrëdhënie për të zhvilluar aftësitë të tyre, të njohjes shkencore, etj, të përditshme këto. Ndërsa, nëse ne kufizojmë njeriu se si do bësh lek ti, para, që janë bërë sot, mendon vetëm për atë, ti e ke eliminuar gjithë këtë pjesën tjetër. Atë ky është një robot. E kupton? Natmën dhe ti nuk mund të zvendësosh një popull të tërë me 5 intelektual, sepse din të shkruajnë poezi të bukur apo libra të bukur. Populli gjithmonë di gjithçka, në kuptimin po ta marrësh gjithën bashkë. Populli ka filozofinë e tij, ka kulturën e tij, ka gjuhën e tij, nuk është se ja bie ti gjuhën, siç na thon këta, na prun gjuhën shqipe, nuk na prun njëri gjuhën shqipe ne këtu. Altin. Gjuhën shqipe shqiptarët e kanë folur se ishin popull. Një popull e flet gjuhën e tij. Jo vetëm që kanë folur, por edhe kanë shkruar. Altin gjuhën e tyre tani do të heqin subscribe tjetër, po unë nuk kam çfarë të bëj. Se e kanë shkruar shqiptarët gjuhën shqipe dhe para se të bëj alfabeti me gërmat latine. E kanë shkruar shqiptarët, po e kanë shkruar me simbole të tjera, shenja të tjera. Ka qenë greqisht, ka qenë turqisht, apo ka qenë arabisht shërnë si ka, po e kanë shkruar, po këto libra janë zhdukur.